Krahas këtyre materialeve të përgatitura nga tereni, e kemi edhe mysafirin e ditës. Edhe sot kënaqësi shumë e madhe për mua që me pas një avokat në studio. E kam fjalën për Besmira Hotin, cilin tashmë vetë se kam këtu përballë, ka ardhur në moment, edhe kënaqësi shumë e madhe që je sot këtu. Vjen mirë gjithashtu edhe për juve. Faleminderit. Çush ke rruga deri këtu? Mirë, faleminderit. Çush je për ndryshe, punë të mirë krejt? Mirë jam të shku, disponimi mirë është për momentin, kështu që mirë është të shku. Po mbot shumë qefi. Çush po të që kjo periudhë? Mirë është, zakonisht kjo periudhë ka ma shumë angazhime, ka ma shumë seanca, sidomos prej pushimeve verore që kanë qenë mandej tash fillojnë... Pilojnë për dimër. Pilojnë për dimër krejt. Sigurisht prej shtatorit, eventualisht shtatorit, do me thonë vish fillojnë ato rutinat e zakonishme ma shumë angazhime, po mirë, po muj me i përvalu prap. Qysh i ka lënë zakonisht pas ditët e tua? Sot vetë se ki ardhë moment edhe kështu e kemi një farë muhabeti që kemi me bo, konsideraj që ka me konë shumë relaksus edhe pozitiv për këtë ata që përna shojnë, mirë po qysh zakonisht janë pas ditët e tua? Me njerë mas punës, qka zakonisht po e shfrytëzoj mundësinë me qëndru në zyre deri në ora 5, eventualisht 6, për shkak të mundësive cilat po i ka ma shumë me u angazhu me shkresa, me gjana tjera që mundë me i kry brenda zyrës, po me njëherë sigurisht me familjen, çdo herë shkojnë ajo pjesat e familja, ose te familja e bashkëshortit, te familja jam kur kam mundësin, kështu që sigurisht momente familjare ma shumë. Kur ki punë po mdokot me shumë njerëz dhe mandej në stop jetu tu ingu historitë të tyne edhe po mdokot qatë shumë mandej ki historia njësë edhe përfshi është ti si person kështu emocionalisht në historinë e gjithë se cilët që... Po, ko gjatë shumë në ka ra, edhe zakonisht për shambull në rastet që i kemi qështit familjare, sidomos përfshi është, dasht dhe pa dasht kime u përfshi. Për shkak që qështit familjare na plekin krejtve, na krejt jemi familjar në një mënyrë. Kështu që pa marë parasysh a je vajza e dikujt, a je gruaja e dikujt, a je nana e dikujt, prap se prap ti kime u balafaqume që ato situatat cilat vinë në zyra, edhe cilat kime i marë sipër, ndoshta edhe në shpe kur shkën, kime i menu edhe me i analizu se çka ndodhi sot. Po, është rutinë, është pjesë e punës, është pjesë sfiduse e profesionit. A dikon shumë ndoshta edhe emocionalisht mandej që ajo pjesë e dëgjën ndoshta një rast, pa dyshim të kime umer detajisht me komplet rastin edhe mandej me krejt detajet specifike të rastit caktum tash po flasim, mirë po manej po mdokot janë njës shkën në shpe pavarësisht që është kry orari i punës prapje me men po mdokot krejt në qatë rastin. Të në kohën jemi që ashtu paka shumë jemi më punë në shumicën e kohës, po janë do raste specifike, thash që është jetë familjare, se zdeshta faktikisht me hi direkt në raste, po janë rastet për shumë të dhunës në familje ose shkullërzimet. Edhe zakonisht kur janë pjesat e fmit, kur ka të bëj me fmi, është shumë çështje ma ndërlikume. Është edhe çështje ndërlikume, është edhe çështje ndihshme, që të në kohën kime u ndje në ato emocionet që a thu çka është të ndodh thash, a thu çysh ka me vazhdu nesër, ose zakonisht para seancave kur i kemi ato momentet, një ditë apo 2 ditë para seancës, tu pregadit, kime u marrë të në kohën me atë çështje, me atë landë, edhe sigurisht që çdo herë emocionet i kija të pranume, edhe kështu që, po, është pjesë e punës. Është pjesë e punës, ndoshta për neve që e dëgjojmë kështu prej një profesioniste, ndoshta mundet me na u dok shumë ma e rondë, ma e çuditshme, mirë po mdokët kur e ke zgjedhur këtë profesion, mandej ke pas parasysh krejt çdo sfida dhe krejt çdo ndoshta sene rënë të përjetueshme për një vajzë e cila e zgjedh këtë profesion, kështu që po besoj që para se më hik kësaj fushë e përgatit mirë. Kogja si mirë. Në momentin që e kam përfundu fakultetin, kam fillu me një herë punën me një avokat, edhe më kanë ndihmuar shumë. Hajde, letë klasi pak për fillimet. Qysh nisi gjithë shka për me mri në këtë profesion? Në momentin që e kom përfundu fakultetin në vitin 2015, unë me njëherë kom fillu, kom startu në praktik të një avokat. Në të njëjtën kohë, përveç që kom qenë në zyrët e avokati, kom majtë seanca edhe me to, po edhe në gjykat. Do me thonë të njëjtën kohë, kom bajt një lloj praktike edhe në gjykat edhe në zyra. Mundë me thonë që kanë qenë sfiduse edhe ato situata, se i kom përjetu edhe atëherë, po shpesh e përmendi rastin e parë cilin kom marrë pjesë mandej në 2018 si avokate, mas 3 viteve kur kom dalë avokate, kom qenë shumë e dërmume me rastin, nuk ka qenë ndonjë rast ndoshta shumë i rëndë, po prap e kom pas atë sikletin se u sa zërë kë kam e konë unë avokate, e jo për shembull me shku me avokatin edhe ai çka do që ka bisedu ose ka shpreh ato profesionalizmin e vet në sallë, po ndryshe pas ka qenë kështu. Po, fillimet kanë qenë sigurisht ma të zërshme, mu për vetim kanë ndihmu shumë praktika, po edhe të njëjtën kohë kanë ndihmu ndoshta kolegialiteti cilin e kom pas me kolegë cilin e kom pas në zyra.
ka qenë i zëshëm, ka qenë me sfida, faktikisht profesioni unë është çdo ditë me sfida, dhe nëse janë rastet e ngjashme me njëra tjetrën, prap ndryshon praktika, po si do qoftë janë pjesë të rrugës cilën e kemi zgjedhur. Po mdoket që shpesh herë pjesë e profesionit ndoshta mundet me qenë edhe çka ndryshimi i karakterit që e kemi ndër vite, ndikon profesioni, sado që dojmë ose s'dojmë ndoshta me ndiku në karakter, s'ka çare, po mdoket ndoshta sidomos juve që keni histori të ndryshme të njerëzve, mandej të shtim pak me pa një anë tjetër të vetës. Ka ndonë ndoshta edhe kjo se ndoshta kur kthehesh pas në kohë dhe mon mend ndoshta vetën në praktikë me që përmendë që e ke ndihmuar ndoshta një avokat, mirë po tash që je në rolin e tij, isha sana ndoshta shumë ma ftoft. Po, është fakt se të bën pak një person ma të ftohtë, jo shumë të egër, po pak edhe të egër. A e ku kështu edhe në kushte normale, ndoshta jashtë profesionit? Ndoshta edhe në familje dhe në shoqëni ka ndiku shumë te anë. Shumë, po e quj, mesatarisht. Për shkak që kom fillu edhe shumë ma shumë ndoshta jam ndërtu. Ndoshta edhe pse për vetë faktin se kom fillu me njëherë, me avokaturë, edhe nuk kom provu profesione tjera, ose lami tjera, ose diçka, po direkt kom hy në këtë sfidë, edhe kështu që në përgjithësim ka ndryshu shumë. Si në karakter, si në qka do njetë, në qka do më thonë ka ndryshu shumë. Isha gjanat shumë ma ndryshe, mendoj. Kështu që ma mërmenja që se cili avokat... Jo, mo, nuk i besoj në është fakt se bëhë shumë dyshusë edhe në familje. Unë shpesh bile përmeni si në hajgare, kështu thëmë, valla, jom pak me dy menje, se është fakt që me të vërtit bëm pak dyshusë në përgjithësi, janë defekte profesionale. Tash na pak ma herët folëm pak për rastet që ndoshta rastet shumë të rona të cilat i keni, janë rastet ndryshme ato, mirë po, kim rinë ndoshta na herë deri në qatë pikën që ki thonë vish pak, nashta është koha me më shkput për shti profesioni, me menu nëse rastështu ne mëj me bo diqka tjetër se ndoshta më rinë dhe në qatë pikë so edhe e menon ndoshta me u dorëzu për këti profesioni. Ja, 2 herë më ka shku me, nuk e raj për këtë pjesë. Një herë nuk e di, kom qenë shumë, për një rast mo, kom qenë shumë më ka ndiku emocionalisht. Ditën ndoshta rastet? Ka qenë një rast i dhunës në familje, që kur i kom pa fotografitë se çka ka ndodhur në atë femër, se po e quj femën, se ka raste ndoshta kur ndodh edhe në gjinin mashkullore, po unë për veti nuk kam pas raste. Unë shpesh herë dyshoj ndoshta te ato rastet kur lajmërohen prej gjinisë mashkullore, që ka pas dhunë familje. Ndoshta pse veç jemi mësuar çdo herë që femra me qenë viktime dhunës në familje. Edhe kur e kam pa domethënë atë femër, edhe fotografit e trupit, fytyrës, unë janë të rritet nuk kam mujtë më anë vetë, edhe njëherë kom dash me hek dorë edhe prej rastit, por në të njëjtën kohë kom thonë nuk e di pse më ka merrma me këtë rast. Edhe hera e dytë ka qenë kur e kom pas krysin e dhunës në familje, edhe kom mendu, kom thonë a me vazhdu, a mos me vazhdu. Se me njerë më ka kujtu ky rast i parë kur e kom pas qatë viktimën që i kom pas fotot të merruse, edhe kom thonë, unë po e mbroj, po nuk e di, kjo foto nuk pas ka, ndoshta e kom pas shumë atlet për krysin e veprës, me mbrojt edhe me përfaqësu në gjykat. Po në të njëjtën kohë kom thonë, kjo foto nuk pas ka, po nuk e di, ndoshta psiqika është shumë e rëndë. Për shkak që kemi pas një projekt shumë herët me një psikolog edhe me disa gratë të dhunës në familje, edhe tan kohën ajo psikologja ka thonë dhuna psiqike është shumë e rëndë se sa dhuna fizike. Edhe ndoshta vetë na e shohim që kur ndikon diçka në psiqikën tonë është shumë e rëndë se sa me bërë diçka fizikisht. Kështu që jo mundu në 2 rastet me marrë hapin përpara dhe me thonë po du me vazhdu, se ndoshta dikush më prak mu për me shku me përfaqësu ose me mbrojt, edhe thjesht janë në raste të cilat me të vërtet kanë shku në shumë numra të mëdhej. Edhe kështu që është dashtë, ndoshta me vazhdu. Po, sot nuk jam pishman që e kam vazhdu. Kështu që është një profesion që e kam dashtë prej fillimit edhe mendoj që ja ka vlejt që kam pas sakrificat të ndryshme edhe jam tu sfidu ndoshta për det. Në anë fakt gjatë kësaj interviste kemi me fol normalisht për karrierën tonë edhe për ndoshta të mirat edhe sfidat e cilat i ka pas ky profesion, mirë po du pak me ndalë këto tek dhuna në familje me qemi konkretisht te kjo temë. Qysh po e sheh nësët në rrjetet sociale po e shohim një numër shumë të madh të dhunës në familje, çdo ditë ndoshta sa e rihapim rrjetet sociale, e shohim që çdo ditë ndodh. Qysh po e sheh këtë fenomen?
është pak problem, për shkak që na, si jurista, çdo herë kemi atë peshorën, ndoshta që disa herë themi se ndoshta duhet dënimet më shpërsu. Për shkak se dhuna në familje e një veprën penale të dënueshme vetëm deri në 3 vite. Edhe kjo është ndoshta ajo pjesa që kryesi të dhunës i ndihmon ndoshta në të ardhmen që prapë me përsëritje të 3 vjet edhe tek e fundit ndoshta nuk ju japin shumicës maksimumin e 3 viteve. Është domethënë dënimi më i ulët, po maksimumi është deri në 3 vite. Në të njëjtën kohë është bë kjo pak si traditë te na, për shkak që shumë herë kur edhe i dëgjojmë ndoshta palët në gjykat apo edhe në zyre kur vjen te on një viktimë e dhunës në familje thotë unë gjithçështu e kam pas. Po tash ndoshta për shkak të ligjit, për shkak të mediave që po dalin, rastet e shumta nëpër media, sigurisht që ka shumë viktima të dhunës cilët e kanë marrë ndoshta forcën me e lajmëru. Nuk po dyshoj që ka pas vazhdimisht dhunë në familje, ndoshta në familjet tona, po ndoshta ai ngurrimi që e kanë pas për me lajmëru, kjo pak a shumë i ka pas disa raste të cilat kanë qenë ndoshta më pak ose kemi menduar që nuk ka. Ndër vitet që kësaj e vren ndoshta ti si profesioniste e kësaj fushë që sot gratë ndoshta kanë shumë atlet për me telefonu dhe me denoncu dhunën në familje? Disa e kanë, po disa jo. Disa janë mësu ende me atë mendimin e tyre. Kemi një përmirësim të kësaj situate. Po, për shkak që unë thash është edhe ligji, domethënë për mbrojtjen nga dhuna në familje. Përveç kodit penal që ka parapasi dhunë në familje, është edhe ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje, baza gjinore, diskriminimi e këto. Kështu që ma merr mendja që kjo ju ka dhënë pak a shumë forcë grave, aq ma pak faktikisht çështjet e mediave po ju japin forcë ndoshta edhe kryesit të dhunës, po edhe në të njëjtën kohë viktimës. Sa po japin forcë viktimës me lajmëru si rast edhe me pa që ndoshta nuk janë të vetmet edhe është mirë që me u marr institucionet shtetërore me këto raste, në të njëjtën kohë edhe kryesit të veprës penale po ja jap një lloj motivimi që s'ka kënaoni vetëm edhe po më isha me vazhdu prapë të njëjtën situatë. Kështu që sa mundet me qenë e mirë, pjesa e medias mundet me qenë edhe pak në pjesën negative. Sa i përket ndoshta profesionit juve si avokat, sa ndoshta e shihni veten shumë ndikues sa i përket vetësimit të kësaj situate, po flas për dhunën në familje. Për shembull, na ka ndodhur në momentin që kemi pas pjesën e intervistimit të viktimës, qoftë në polici, qoftë ose nëse vetëm ka ardhur dhe jemi konsultuar në zyra, jam munduar në të njëjtën kohë me i pa dy anë e medaljes që themi ne, për shkak që në të njëjtën kohë ka pas shumë gra që kanë thonë unë kam dhunë, kam pas të kohën, po pjesa e fëmijëve, është çështja e fëmijëve, çka më u bë fëmijëve, që zakonisht edhe kryesi i dhunës e shfrytëzon shumë këtë mundësi. Në momentin që janë fëmijët aty, sigurisht që edhe kryesi i dhunës ka me vazhdu me ndiku se thotë kjo për shkak të fëmijëve nuk ka me u largu. Po në të njëjtën kohë është edhe pjesa çështja e familjes, kur shumë raste na kemi pa që thotë nuk kanë përkraje as prej familjes tam. Është e papunë, nuk ka të ardhura financiare, ndoshta mendon se bashkëshorti i saj mundet me mbajt. Janë edhe pjesët e alimentacionit në gjykat, se ka çështje që lidhen secila çështje familjare lidhet me njëra tjetrën, edhe në momentin që nuk arrin as me marrë alimentacionin, ajo ndoshta ka me vazhdu edhe me duru, që të njëjtën kohë ti mundesh me ia dhënë si këshill që ndoshta është mirë me provu me u largu prej atij personi, me provu ndoshta edhe me lajmëru policin për atë person, me provu edhe ndoshta me aulon institucioneve shtetërore pjesën tjetër, po prapë se prapë është çështje vetë e personit edhe vetë e karakterit se a don me vazhdu me trajtu këtë çështje në institucione apo vetëm ka ardhur thjesht për këshillim edhe e lën vetëm me kaq. Por ka raste që kohën e fundit e kemi përmendur me një seancë që është shumë interesant se paraqitet si kërkesë për urdhër mbrojtje, po është shumë interesant që kur shkojnë policia me pa se a ju ka afru personit që janë ato masat ndaluese ose jo, thotë na prapë e shohim palën akuzuese, faktikisht palën e mbrojtur, se na ashtu i shohim palën e mbrojtur dhe palën përgjegjëse. Në këtë rast viktimën edhe kryesin e viktimës tu jetu prapë me një shtëpi. Edhe është pak problem kjo çështja se janë edhe viktima, domethënë nuk është çdo herë e vetëdijsume ose thjesht nuk është çdo herë e vendosur që po don me trajtu rastin në institucione shtetërore. Ndoshta masi që e lajmërojnë, prapë vendos me provu, po në të njëjtën kohë në masat e urdhërimit mbrojtje. Shumë shpesh këto raste. Ka edhe raste të tilla, nuk mundam me thonë që janë shumë të shpesha, po ka edhe raste të tilla. Domethënë
edhe pse e lajmëron në polici, edhe pse i është caktuar një masë mbrojtëse, edhe pse ka masë ndaluese që mos më ju afru viktimës, prapë është ndoshta vetë ajo që ja hap derën dhe i thotë hajde po provojmë prapë. Po në të njëjtën kohë është pak edhe rrezik edhe për kryesjen e veprës, për shkak që pjesa më e vogël apo ankesa më e vogël e viktimës mundet me dërgu prapë në borg. Domethënë prapë po kaloj te pjesa ndoshta edhe te drejta e kryesit. Edhe pse unë zakonisht e kam pas rastet e viktimës, po në të njëjtën kohë janë disa të drejta që dy anët e palëve i kanë në seanca. Po ndalim tash tek senet bukura, tash pak më herët që kemi fol pak edhe për karrierën tonë, kështu që po ndalemi hala te kjo pjesë. Po du pak me të kthy ndoshta në kohë, pak më herët që në vitin 2015 se ka nisur rrugtimi në këtë profesion. Qysh isha tash gjenerata të reja të këtij profesioni më saktësisht? Me shumë entuziazëm, qysh e shoh veten. I ka para 2-3 ditëve që kemi pas kontaktin me disa avokatë të ri edhe i kam pa me shumë entuziazëm edhe me atë vullnetin që unë vetë kur kam qenë në fillimet e mia, edhe pse unë thash, prej vitit 2015 dhe në vitin 2018 ma shumë jam marrë fillimisht me praktikë mandej si asistente avokatit, po prapë kam qenë në këto rrjetat e avokaturës. Po prapë i shoh në vitin 2018 unë kam qenë shumë entuziaste, edhe kam qenë shumë emocionume, edhe kam qenë shumë të ankohen me ligje, me kode, me të këqyrë që ka po muna me bëgë, po prapë i shoh njëjtat emocione dhe të avokatit. Organizohen në shtatë shumë evente, shumë garat ndryshme në shtatë që me pas hapësirë gjenerata të reja me marrë pjesë. Na para pak jave kemi pas një mysafire në studio, Liriona Morinë, nuk e di nëse ki pas rast me njoftu. Një avokate e re, e cila ka fitu një garë, nuk po më kujtohet saktë në të cilin shtet, po që kanë marrë pjesë shumë shtete dhe janë bërë shumë bashkë atje pasionantët të këtij profesioni dhe kanë mundë ndoshta me i shkëmby komplet idejat edhe gjithçka që kanë pasur për këtij profesioni. Po du ndoshta tash me kthy edhe te në Kosovë dhe me menu pse ndoshta nuk ka shumë të tilla që organizohen për krejt avokatët e ri. Fatkeqësisht po e them. Në fillimet e mia kur unë kam fillu kemi mbajt vetëm trajnime ku kemi mujt më njoftu me kolegët tonë. Domethënë nuk është që kemi pas gara të tilla. Të paktën unë nuk kam qenë pjesë e tyre. Po as nuk kam dëgjuar domethënë që ka qenë ndonjë avokat. Tash e shoh që gjeneratat e reja po kanë angazhime më tepër. Po në të njëjtën kohë ma merr mendja që me të vërtetë janë shumë të mira këto lloj gara dhe këto lloj aktivitete të cilat mund të mbahen edhe jashtë territorit të Kosovës. Për shkak që brenda territorit të Kosovës na kemi marrë trajnime, kemi marrë punëtori të ndryshme, kemi sfidu veten në tema të ndryshme. Unë domethënë në fillimet e mia kam filluar me të mitur, fillimisht jam marrë me çështjet për të mitur, çështjet penale, kështu që janë sfiduese secila lami edhe secila fushë e drejtësisë, të cilën ti si avokat mund është për shembull me elaboru edhe me pa dhe mandej me fut në sistem të çështjet e tua. Kështu që ma merr mendja që nëse janë avokatët e ri duke u marrë me këto angazhime mund vjen shumë mirë. Po nuk e kam pas fatin. Po tash po folim që ndoshta para një periudhe kur i ke marrë tek, kështu që uroj shumë që me pas një farë ndryshimi gjatë kësaj periudhe për vitin 2015, po sa ndoshta rastis në çdo gjeneratat e reja dhe me pas një farë muhabeti me ta dhe mi shkëmby ndoshta krejt çdo përvoja. Nuk më ka rrosh. Ndoshta si i ri kështu e shoh shumë të nevojshme kanë njerë me fol me profesionistë që soi fushë çfarë do profesioni, po them kështu. Po në rast tash unë ndoshta që punoj në media me pa dikon që ka vite që punon aty, edhe pse jo mandej me bëj çfarë krahasimin edhe me marrë ndoshta këshilla për një edhe tash po. Mund vjen shumë mirë se ju për shembull si media, si gazetar, si keni kontakte me gjitha profesionet, me shumicën mos tam. Edhe merrni informata dhe njohuri prej secilit profesion. Nuk është që më ka rrosh shumë. Unë thash para 2-3 ditëve kam qëndruar ndoshta edhe më ka rrosh me disa kolegë të ri, po angazhimet e të gjithëve, se nuk po them tash sa një majrë nëse shumë drejt entuziazmi tyne që e kam për këtë profesion. Janë shumë entuziastë, në thashë, edhe unë kam qenë shumë entuziastë në fillim, kështu që i shoh janë shumë entuziastë. Uroj që mos me kone eufori. Jo. Ama me të vërtet, i shoh janë shumë entuziastë dhe mundohen me marrë. Po një këshill bile, ja kam dhënë një kolegës, thash, mos ju beso shumë avokatëve të vjetë, se mundën, konkurenca pak të na është ma egrë, për shkak që jam bërë shumë avokat, edhe unë i shoh shumë, unë vetë kom pasur ndoshta pak
problemet atë quje se siklet në fillim. Unë thashe kom pas shumë fatin e madhë që kom punu me një avokat profesionist, edhe thjesht e kom pas besimin shumë të madhë dhe edhe qka do që e kom pyt ka qenë gjendje me tregu gjithë shka në detaje, me ta ledzu ligjin e krejt, që ndoshta unë është dasht me ledzu edhe me gjetë, prap se prapa im ka ndimu. Po ka shumë raste kur ndoshta nuk ju kom besu kolegëve edhe nëse e kom pyt diçka për shembull, a mundesh më ma tregu qëta, jam frigu çdo herë se ato më tregu mirë ose jo. Do të thonë që kjo është mosbesimi që me njëherë si fillon profesion në avokatisti ki vesh mosbesimin dhe dyshimin të njerëzit tjerë. Po në përgjithësi, që kjo ishte, do me thonë, këshilla e vetme që ja kom dhonë mos ju beso avokatëve të vjetër se nuk i dijet. Po në përgjithësi, thash entuziazmi nuk i lenë shumë se unë e di vetë fillimin e kom pas të në kohën, kom nejt me libra, me kute, me që tash ndoshta nuk e gjej vetit ko, vetëm për rastin specifik kur e kam, po në fillim kom lexu shumë a shumë, kom lexu për gjitha rastet, kom lexu gjitha kodet, gjitha ligjet, tash sigurisht pak edhe angazhimet, mas viteve ki angazhimet ma të mdoja dhe të bjem vetëm për një rast, vetëm për rastin specifik cilin kime pas për shembull nesër seancën edhe kime u marrë vetëm me qatë rast. Po në përgjithësi fillimi është shumë ma i lezetshëm, ki qef me pa filma, ki qef me këshyrë, do me thonë seriale ose dokumentare të ndryshme cilat kanë bërë me profesionin taj. Edhe je mama kurioz për me... Menzi se pret vetën me pa në qasi pozite që shjetu i pa në për filma ose në për dokumentare. Po, thash, i fillimet janë shumë, edhe sa janë të mira, edhe në të njëjtën ku janë shumë sfidus. Kështë që është një mesazh që kretë ata me shiu në të shtasi do mësë fillimin e këti rrugtimi. Më du me të falimderu shumë që ke qenë së të moment, në si shumë e modhe. Falimderit shumë, falimderit për juve. Falimderit ty për kohën. Do ashtë shikus, kajtë sa i përket bisedën së studio, ne po shkputemi për pak marketing dhe rikthehemi sërish me pjesën tjetër të momentit.